Tani të qojmë sedilin mrapa. Kjo është versioni lungo dhe ka opsionin që i ka komplet elektrike edhe mrapa sediljen. Shef si lëviz në mënyrë individuale se cila. Edhe kokat e sediljes që gjitha i ka me memorie. Edhe perdet i kontrollon, edhe perdet mrapa e kontrollon. Ngroje ftoje edhe mrapa. Kanë pas opsion edhe me masazh mrapa, edhe me televizora. Kjo nuk i ka ato. Me frigorifer ka pas opsion aty, edhe kjo se ka. Ka cup holder aty. Ato që janë me masazh kanë atë pjesën e drunit me butona, kanë atë që kontrollon sediljet. Ka këto ervencat, pas edhe me klimë individuale mrapa mos gabofsha. Kjo është me 2 zona para, normalisht njëta gjona edhe te krau tjetër. Dyert me thithje, normal. Du tani është veni i bosit, komplet kontrollerat, ambientlajt i lezat që më duket se mos për atë vit, komplet kontrollerat tu, ngroje ftoje, memorie dhe sendile elektrike, lëviz sediljen. Po me këtë butonin këtu, lëviz sediljen para për t'i liru vend vetës. Edhe kje vend pa fund pastaj, i shtri komët komplet. Për kokën kje vend prap sa dush, nuk vun për hapësirë, është super vend. Edhe perdet i kalon edhe baxhen hap tu po dush, perfekt, hapësirë pa fund.